Sot do flasim për situatën e paralajmëruar nga mazhoranca për ndryshimet ligjore si pasojë e mosveprimit të gjykatës kushtetuese ditën e premte, çka rrëzoi praktikisht pa dijen e kryeministrit. Por përpara duhet të them dy fjalë për gjykatën kushtetuese. Ajo që po ndodh në këtë godinë dikur të shenjtësh ecë mbrapsht në histori. Gjykata kushtetuese ishte e para ndër ato që ndryshoi pas reformës në drejtësi. Por në fakt ishte institucioni më serioz i drejtësisë vjetër. Gjykatës shumë të njohur i lanë vendin një grupi më të ri në moshë dhe në përvojë. Por ajo çfarë ngjau të premten është lapidari mbi varrin e kushtetueses, por dhe të kushtetutës. E formuar nga prurët nga dy klanet që praktikisht kontrollojnë sot drejtësinë, klani Teritalit dhe klani Xhubletës, kjo gjykatë prej më shumë se një viti nuk është funksionale, pasi mungon një antar. Ju kujtoj kohën kur vetëm Vitore Tusha e mbante në këmbë tek pull të gjykatë për më shumë se 2 vjet. Një antar iku para ca kohësh me një dorëheqje misterioze, një nga arsyet teknike pse vendimi të premten doli 4-4. Por turpi më i madh atij vendimi ishte kur lexuan emrat pro dhe kundër. Pro qeverisë kishte dalë Sonila Beti, ndërsa kundër Sander Beci. Që këtu gjithçka mban erë dhe tregon se si e gjithë trupa gjykuese u përlye kështu në një inskenim të turpshëm të një rezultati të paravendosur. Sonila Betja nuk mund tilte pro qeverisë në një proces me kaq sfond politik. Zonja Betja kishte gjithë drejt në botës duke qenë dhe antare në ikje dhe e propozuar nga ajo që është opozita sot që të votonte kundër qeverisë. Por skenari ishte kaq i menduar sa që kishte bollok në pislokun e tij. Kështu një tjetër gjykatës, Sander Beci, i cili as në ëndër nuk voton kundër qeverisë, beva zyrtarisht doli si emër kundër saj. Por ne gjithë e dim që kjo është gënjeshtër. Ndoshta gjykata duhet lëshonte regjistrimet e seancës ose janë, por jam i bindur që nuk do ta bëj, pasi gjykatësi që doli kundër qeverisë nuk është Sander Beci, është dikush tjetër. Emrin e tij e dim gjithë, e di dhe unë dhe gjithë ju, thjesht nuk ja themi për kortezi dhe për mirësjellje. Por edhe ai, edhe shtëpia e tij, e din se çfarë bëri ky ushtar G.I. Joe, që siç ka shkuar dhe ka pohuar diku, thotë që e pas kanë shantazhuar. Ai nuk thot nga kush, por ai e di përse. Është thjesht viktimë e veseve të tij, që janë vese njerëzore ku të gjithë rshkasin ndonjëherë dhe nëse kapen paguajnë pasojat. Por ky gjyqtar i rreshter vendosi që pasojat e veseve të tij t'i paguajë kushtetuta dhe vendi, ndërsa ai të vazhdoi të qëndrojë aty për të marrë në qaf sërish të tjerë. Pasi ai do të mbetet i shantazhueshëm gjithë jetën, mendoni për shembull sikur këtij gjykatësi që fli, ti mbetet në dorë një marrëveshje si ajo e detit me Greqinë. Dhe ashtu si me Irena Gjokun, apo me një drejtues tjetër të SPAK, ti vi nga Greqia kopja e përgjimit. Pra për shkak të testosteroneve të tij të shkatruara, e gjithë Shqipëria duhet vuaj pasojat e këtij shantazhi që nuk do të mbaroj kurrë, jo vetëm ditën që ai ikën nga kushtetuesja. Ai kishte një rrugë tjetër më të ndershme, duhet kishte ndërheqen siç bëri bashkëkolegja e tij pak më parë. Dhe në këtë pikë, para se mazhoranca të gjejë zgjidhje ligjore hallit vet, duhet të gjejë zgjidhje gjykatës kushtetuese. Ndoshta dhe duke shtuar numrin e antarëve për të bërë kështu nul votën e këtij ushtari zuzar dhe gjyqtari qyqar që ka kapur zyrën dhe nuk e lëshon dot, ndoshta edhe sepse nuk e lën. Por një gjë ja premtoj, nëse ai përgjigj një ditë do mbjerë në dorë, do ta publikoj i pari dhe jo për gallat, po për të shpëtuar gjykatën kushtetuese. Por ndoshta për të shpëtuar edhe atë vet nga presioni dhe shantazhi. Por edhe nga presionet e gjithë familjarëve ti që ndoshta ja kanë falur gjitha veset, por që pas atij publikimi mund t'i japin duar ti kloni, që është sot fytyra e vërtetë e drejtësisë së re, dhe që bën të duken burra, serioz, dhe profesionist edhe njerëz si Gjingjoni. Sigla. Mirë se vini në Real Story për të folur për këtë temë interesante, pas atij vendimi jo dhe shumë interesant, apo mos vendimi unikal të gjykatës kushtetuese. Me mua sot në studio janë zoti Bledar Dervishi, ish kryetar presidencial ekspert çështje ligjore dhe kushtetuese. Bledim me mbroma, faleminderit që mos. Faleminderit për ftesë. Përsita Gjekondi, mbroma Përsita. Mbroma. Skënder Mexhozi, mbroma Skënder. Darben Meçe. Mbroma Meçe. Mbroma. Po vazhdon lexoni menduar si është ajo shpreha, sonte do flas me letër, tha? Të radhë flas me letër. Të radhë flas me letër. Me laps, me letër, në gërm dhe në shkronjë thojnë juristët. Edhe në frymë. Me Dervishin da hapem ju sepse ju a kanë bërë fakt disa herë kompliment live kur ju s'keni qenë këtu që jeni personi vetëm që kapët faullin kushtetuese kur ishit këshilltari i presidentit Meta atëherë dhe kishit shumë drejt. Faleminderit. Shumë prej nesh nuk ta pëlqente, ndoshta politikisht etj, por ka falli që ju kapën në atëherë është shumë interesant dhe besoj kam unë një përshtypje, ai lloj falli është origjina e gjithë kësaj bzallamaie, pra se
gabimi ka kapur gabimin pastaj. Në siglën tuaj, ju përmendët që zonja Vitore Tusha mbajti për një gjatë 33 muaj. Gjykata kushtetuese 33 muaj për 3 muaj bënde 3 vjet, nuk e kishte funksionale dhe fal atij debatit lart kushtetues apo përplasje ngërçi kushtetues konflikti quhet si të duash majorancë presidencë. Në përfundim u arrit që kjo gjykatë kushtetuese të bëhej funksionale në dhjetor 2020 në 7 antar. Po gjithmonë linte një pikpyetje, duke ditur parashikimet ligjore, a është ky kvorum i nevojshëm për të marrë vendime? Po